Ndryshon moti, paralajmëron meteorologu grek rreshje shiu dhe dëbor në Shqipëri. Një val e re e motit të keq pritet godas Shqipërinë në ditët e para të torit me rënje të ndjeshme të temperaturave, rreshje intensive shiu dhe stuhi. Lajmin e ka bërë të ditur meteorologu i njohur grek dhe njëkohësisht eurodeputeti i Pasokut Sakis Arnautoglu, i cili shpesh paralajmëron për fenomenet e rrezikshme kohore që prekin vendin ton. Sipas tij, e njëjtja 2 tetor do të sjellë rreshje të dendura shiu dhe dëbor në shumë zona të Shqipërisë, konkretisht në veriun e vendit, nga Shkodra deri në Kukës dhe Peshkopi priten rreshje të shiu të shumta, ndërsa mbi 900-1000 metra lartësi do të ketë rreshje dëbore me shtresim të konsiderueshëm. Në zonat qendrore si Dibra, Burreli dhe Elbasani, rreshje do të jenë pashtu të bollshme, ndërsa në malet Korab dhe Shebenik dëbora do të nisë mbi 1000 metra me intensitet e lartë më të mëdha, me intensitet në lartësitë më të mëdha, thekson meteorologu grek. Po ashtu në juglindje, në Gramsh dhe Korç dhe rreth maleve Morav dhe Gramoz parashikohen rreshje të dendura shiu dhe dëbore mbi 1200 metra, ndërsa në jug, në Gjirokastër, Tepelen dhe Përmet do të ketë kryesisht rreshje shiu, ndërsa nuk përjashtohen rreshje dëbore në zonat mbi 1200-1300 metra. Ndryshe paraqitet situata në Bregdetin perëndimor, nga Tirana e Durrësi deri në Vlorë, ku rreshjet do të jenë të pakta dhe të dobta, madje në disa zona mund të mungojnë fare. Moti keq do të shkaktojë probleme në lëvizjen e automjeteve në disa akse malore. Zinxhirët do të jenë të nevojshëm në rrugën Shkodër-Kukës, në segmentin malor Burrel-Peshkopi, mbi 900-1000 metra në Elbasan, Librazh drejt kufirit me Maqedoninë e Veriut mbi 1000 metra, si dhe në disa kalime malore drejt Korçës dhe Gjirokastrës e Përmetit mbi 1300-1400 metra.